Rjeti ballkanik i gazetarisë hulumtuese Bern Kosova ka publikuar përmbledhjen e raportit mbi progresin dhe sfidat e institucioneve të Kosovës në parandalimin e terrorizmit, i cili analizon zhvillimet gjatë periudhës nga korriku i vitit 2023 deri në maj të vitit 2026. Përmes një analize sistematike të dhënave të mbledhura, autorët vlerësojnë se ndonse Kosova ka ndërtuar një sistem sigurie të harmonizuar me standardet evropiane, hallka më e breshtë mbetet parandalimi. Raportin po e lansojmë në një kohë kur Kosova nuk është u fol shumë për ekstremizmin dhe për terrorizmin, mirë po fatkeqësisht dhënat po na tregojnë që fenomeni vazhdon me qenë aktiv dhe fenomeni vazhdon me qenë prezant në vendin tonë, duke pas parasysh edhe të dhënat të cilat neve po na dalin prej arrestimeve, po edhe prej incidenteve dhe tensioneve të cilat i kemi në vazhdimsi në këtë fushë. Kur kemi nisë këtë program, Kosova ka pas sfidë të mëdha, terrorizmin mbi bazën e ekstremizmit religjioz, sot fatkeqësisht kemi problem edhe ekstremizmin etnonacionalist dhe të djathtë. Pra ajo që po na del prej shumicës dhënave të cilat i kemi, është që jemi të shku ka një situatë ku kemi më përballë me sfida shumë serioze të cilat lidhen me ekstremizmin e dhënshëm edhe me terrorizmin. Fatkeqësisht për shkak të uljes së interesimit edhe të shoqënisë, po edhe të mediave, po edhe të shoqënisë civile, diskursi publik nuk është u fol shumë për ekstremizmin dhe për terrorizmin, po ajo që kemi prej dhënave na tregon që fenomeni po vazhdon me qenë prezant dhe duhet më punu shumë. Ky raport të cilën po e prezantojmë sot tregon rezultatet të cilat i kanë pas institucionet e Kosovës dhe shoqënia civile në fushën e parandalimit, po edhe na ofron dhëna të cilat neve na tregojnë që ende nuk kemi në hapat e duhur për me mri me pas rezultate të mira në fushën e parandalimit, po edhe me qenë në hap me trendet e kohës. Momentin që ne kemi vendosur me bashkëpunuar me shoqërinë civile si një akter jashtëzakonisht i rëndësishëm në këtë fushë, e kemi ditur që ne kemi me pas gjetjen në raportet tona dhe realisht kjo është arsyeja kryesore pse ne kemi kërkuar që të bashkëpunojmë. Kemi dashur me pas edhe një mekanizëm tjetër i cili e vlerëson punën tonë në mënyrë që ne mos jemi subjektiv në vlerësimet që i bëjmë në punën tonë, sepse në rastet më të mira ne pranojmë raportet që x aktivitetet janë duke shkuar mirë, duke kryer mirë, këto janë rezultatet edhe mund të arsyetojmë në raste të caktuara që kjo është e planifikuar kështu, merr kohë të caktuar për me mërrit deri diku tjetër. Kështu që gjetjet e raportit, edhe të raportit në fjalë, po edhe të bashkëpunimit me organizata të tjera të shoqërisë civile, me universitetin, me gjykatat, na kanë ndihmuar ne që me përmirësuar vetveten. Gjetjet në raport tregojnë mungesë të studimeve të reja empirike, koordinim të dobët ndërinstitucional dhe mungesë të platformës digjitale për shkëmbim të dhënave. Po ashtu theksohet mungesa e psikologëve në shkolla, angazhimi kufizuar akademik në kundër narrativa dhe varësia e programeve të rehabilitimit nga donatorët. Raporti ka fushveprim 4 shtylla të objektivit strategjik parandalimi. E ato janë identifikimi i errshëm, adresimi i rrethonave dhe shkaktarëve, pastaj sfidimi i ideologjive ekstremiste dhe rehabilitimi dhe reintegrimi. Kur jemi te këto 4 shtylla dhe të parandalimi në përgjithësi, e vrejmë po ashtu një tendencë nga terreni, nga komunat, por edhe nga takimet tona, që parandalimi padrejtësisht dhe në mënyrë krejt të gabuar po reduktohet vetëm tek arrestimet, hetimet dhe gjykimet. Në fakt, kur flasim për parandalimin dhe këto 4 shtylla që i kemi këtu para vetes, kemi të bëjmë me parandalimin që fillon në familje, fillon në shkollë, diskutime në komunitet, me mënyrën si institucionet i këmbejnë të dhënat e tyne dhe krejt në fund me aftësinë e shtetit me identifiku rrezikun në fazën embrionale, sepse kjo pastaj e dikton edhe cilësinë e ndërhyrjes. E çka kemi pa tek ne dhe çka evidenton raporti në vazhdimsi është një kulturë e reagimit post festum. Pra, na ndodhin çështjet, na ndodhin problemet dhe pastaj ne fillojmë adresimin e tyne. Kjo manifestohet shumë mirë edhe nga këndi përgjigjeve të komunave të Republikës Kosovës, ku në pyetjet se a kanë pas raste të cilat janë aktivitetet e tyne në drejtim të plotësimit të planit veprimit, përgjigja e tyne në shumicën e rasteve është se nuk kemi pas të raste të tilla.
Pra janë në pritje të ndodhjes së raste në mënyrë që pastaj të hartojnë politikat e tyne. E krej ndryshe fryma e strategjisë. Në këtë drejtje me i pasqyru këtë këto dana, ne për hartimin e këtij raporti analitik kemi shfrytzuar disa burime të kombinuara. Ndërkaq gazetar tashmë ka në dispozicion një platformë edukative të lansuar së fundmi në platformën online kallzo.com, që ofron trajnime për raportimin mbi ekstremizmin e dhunshëm dhe format e ndryshme të terrorizmit. Kemi zhvilluar një program të cilën sot po du me ju njoftu të gjithëve që edhe është lansu, që është programi edukativ për gazetarët të cilët operojnë në Kosovë, për mënyrën se si munden me raportu për ekstremizmin e dhunshëm dhe për terrorizmin religjioz dhe atë të djathtë. Platforma tashmë është lansu, ka 3 module dhe ka 10 materiale të cilat gazetarët mund me hymë njek pa asnjë shpërblim material për platformën mirë, por është një platformë ndërtuar me shumë materiale interesante të cilat shpjegojnë krejt kontekstin e ekstremizmit edhe global po edhe lokal në vendin tonë, tu i përfshi edhe gjitha mekanizmat të cilat zhvillojnë. Mundi me gjetë në Kallzo është e publikuar në 2 gjuhë, edhe në gjuhën shqipe edhe në gjuhën serbe, dhe po shpresojmë që mundemi edhe me avancu tutje pastaj edhe me kurse dhe me testime online. Në gjetjet e raportit kërkohet forcimi i mekanizmave lokal, përfshirje më të madhe institucionale dhe akademike, rritje të kapaciteteve në arsim dhe krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për rehabilitim dhe riintegrim, duke vendosur parandalimin si prioritet kryesor. Rëndësia është jashtëzakonisht e lartë për mënyrë e raportit, për shkak se në një farë mënyrë konkretizon ose na shpërfaq ajo se ku kemi mbri, ose çka janë sukseset e arritura në Kosovë, të cilat u përmendën. Për njëjtën kohë edhe shumë mirë i cek shkarjet ose eventualisht humnirat që i kemi si vend për me adresu këtë fenomen jashtëzakonisht kompleks, e cila është shumë stresore dhe kërkon angazhimin e shumë resurseve, por njëjtën kohë edhe shumë resoreve për me adresu këtë çështje. Kështu që rëndësia e raportit është jashtëzakonisht e lartë për me mujtë me bëni planifikim tash e tutje eventualisht se edhe si me adresu çështjen e ekstremizmit dhunshëm, çfarë do natyre qoftë ajo. Ne përcjella me shumë vëmendje raportin, mendoj që jep të gjetura shumë të rëndësishme që i adresohen me pas vëmendjen qoftë institucioneve publike, qoftë mekanizmave lokal në përkomunat të ndryshme, qoftë për shoqërinë civile, por ajo që amboni shumë përshtypje ka edhe përfshirja Akademisë së Shkencave të Kosovës, ose rekomandimi për me i përfshi për hulumtime ma kredibile, që pastaj kishin me rezultu në veprime konkrete, edhe kishin me rezultu me ndërtu veprime mobilizuese në nivellet të ndryshme.